transmeton Shu'ba nga Ebi Ishaq se El Harith ka lënë wasia, ka lënë porosi, ka lënë testament, që atit m'ja fal gjenazën Abdullah ibn Jezid. Edhe nga ose prej kësaj kuptojnë domethënë se lejohet me lënë muslimani porosi që dikush m'ja fal gjenazën. Dhe dikush domethënë që të merret me larjen e saj dhe po ashtu edhe me çefinosjen. Bon domethënë si ka lënë edhe këtu El Harith që gjenazën e tij m'ja fal Abdullah ibn Jezid radiallahu anhum. Edhe ja ka fal gjenazën. Pastaj po ashtu ai u angazhua për çështjen e futjes në varr. Dhe e futi në varr nga pjesa ku do qëndrojnë këmbët e të vdekurit. Domethënë kur erdhi puna që me fut në varr, do thonë kokën filloi të m'ia fut në varr nga pjesa ku do qëndrojnë këmbët. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se rreth kësaj çështje ka khilaf, por ajo që është më e sakta, se disa kanë thënë futet gjenazja nga pjesa e kokës, nga ku do qëndrojnë koka. Për shembull tash kështu. Kjo është koka e të vdekurit. Gjenazja futet prej këtu. Merret gjenazja domethënë edhe futet këtu brenda. Disa kanë thënë jo, futet nga pjesa ku ka me qenë koka e tij, do thonë prej këtu futet brenda. Po Sheikh Zejdi rahimullah thot, ajo që është më e sakta dhe e rajih që futet gjenazja domethënë nga ajo pjesa domethënë ku do i qëndrojnë këmbët. Nëse janë këmbët këtu, atëherë prej këtu domethënë futet gjenazja brenda në varr. Edhe ka thënë Abdullah ibn Jezidi radiallahu anhu, hadha min as-sunnah. Kjo është prej sunnetit, ose kështu është, domethënë sipas sunnetit, që të futet domethënë i vdekuri në varrin e tij nga pjesa domethënë ku do i qëndrojnë këmbët në varr. Prandaj ka thënë hadha min as-sunnah.